Përshëndetje YouTube-i, atëherë jemi në një vlog tjetër, edhe unë dje kam mbyllur vlogun e parë. Është ora 7 e mëngjesit, edhe unë ngrihem direkt tani, rutina ime është bëj detyrat se ndark nuk i bëj dot. Kur unë jam me burrin, mundohem që e kohën me atë të rrin telefon se çrri ai, i bëj një punë të vogël dhe punët më shumë ose detyrat ose diçka tjetër e bëj paradita. Dhe kam për detyrat. Kam shumë faqe sot. Dhe gjellën. Kam për bërë dhe sot kam për bërë gjellë me bizele. Nuk e kam pyet burrin se çfarë do. Se sa herë që unë mendoj gjellë me bizele, edhe i them në telefon që do bëj gjellë me bizele, thot bëj me patate ose bëj me diçka tjetër, e ndron. Nuk e ka shumë qejf gjellën me bizele, po është një gjellë që na bën mirë edhe unë e kam shumë qejf. Është ndër gjellët e mia të preferuara, kështu që sot do bëj gjellën me bizele. E haj, nuk është se ha, po nuk e ka shumë qejf. Tani unë do bëj pak detyrat edhe do çojmë të bëj dhe gjellën dhe do iki sot tek zyra e punës. Kam takimin të zyra e punës për të folur me atë specialistën, konsulentën që flet në lidhje me punë. Nuk e di nëse ata kanë ndonjë punë për të më ofruar, nëse do më plotësojnë në CV, në gjë, por në orën 11 jam atje, edhe prandaj jam ngritur kaq herët se do të mbaroj shumë gjëra përpara se të ikja aty. Do ju tregoj pastaj kur të mbaroj detyrat, të mbaroj dhe gjellën, do e hap prap kamerën, edhe do ju tregoj çfarë do vesh ndoshta për të zyra e punës dhe për të kurse. Do vishëm thjesht, besoj një palxhinse dhe një bluzë, me sa shoh jashtë sot është kohë e keqe, kështu që nuk e di. Nëse koha do ishte e mirë, e kisha pak a shumë planin që do vishja. Fundja fare, këtu është data 22 shtator dhe jemi në Gjermani, në veri të Gjermanisë, kështu që nuk është koha ajo që pretendojmë që tjetë ose siç është në Shqipëri që mban verë deri në tetor. Ndryshojnë shumë gjëra. Tani po e mbyll kamerën, po bëj detyrat shpejt se kam shumë faqe, edhe do kthehem përsëri tek ju. Ja ku jemi, pas një ore e gjys, ora është 8:30 tani, dhe i mbarova. Këtë radhë kemi patur këto fjalët, i kemi, për ato goca që më kam pyetur si është përkthimi, janë këtu me figura, dhe këtu është fjala, dhe duhet gjesh cila figurë i përshtatet fjalës. Ky është përkthimi, kaq është maksimumi. Dhe pastaj kemi patur ejnë, femërore, mashkullore, asnjanse, kemi pasur dhe did as there, më të vështirat për mendimin tim. Kam bërë disa që i kishëm bërë të kursi, ndërkohë që unë isha mungova atë ditë, kam bërë edhe detyrat. Tani për kurs jam gati. Këtu sot të çanta edhe kaq. Pastaj do bëj pak gjellën tani. Gjellën me bizele, siç ju tregova. Edhe pastaj do vazhdoj të bëhem gati, se duhet dal herët nga shtëpia sot siç e thash. Ika tani. Ciao, shifemi pak më vonë kur të mbaroj gjellën. Sa ula, gjella mbarove, edhe e kam lënë zjej, po pa dashje, vend që të nxjerrja mish gjelle, kisha nxjerr mish të grirë, siç e pat nga video. Edhe tani e kam lënë zjej, po problemi është që unë nuk do ta zjej komplet gjellën. E lë, domethënë që ajo të ketë nevojë edhe për çerekore, ndoshta 20 minuta për atë ajkosjen e fundit. Dhe nuk kam kohë që ta zjej komplet, pastaj nëse unë lë të ajkoset tamam, ajo do trashet edhe ne nuk e ham dot ashtu nëse nuk është bën moment. Kështu që kur të vi burri nga puna në orën 4, ai ndes gjellën dhe futet bën dush. Ndërkohë që ai bën dush, gjella bëhet gati, pastaj vi dhe unë dhe ham të dy. Por tani unë mbrëm u lava, edhe e kisha lënë që sot pjastrohesha. Po jam ngrit që mëngjes, kam bërë gjellën me qep. Dhe asa shumë ndryshojnë gjërat nga të qonet në shtëpi veç, nga të qonet të mami.
Aty te mami, kur e bënte mami, kur isha kështu sa polar, mbaj mend që futesha ke dhoma, edhe nuk thosha gjë, po futesha ke dhoma, mundohesha të rria sa më larg asaj gjellës që mos të merrja ajër gjell. Tani ndërkohë kam gjysore me kokë aty te tenxherja. Edhe tani do plastroj pak flokët. Jam bërë prapë për të larë, por nuk kam kohë se ora është 9:30, edhe unë orën 10:30 maksimumi duhet dal nga shtëpia. Jo 10:30, 10:20 diçka e tillë duhet dal nga shtëpia. Edhe pastaj i bie të vinë orën 5. Tani po e mbyll kamerën edhe po bëhem pa gati. Do ju tregoj pastaj se çfarë bluze do vendos të vesh, po nuk e di. Nuk e di fare se do vesh. Një mendje më thot vesh atë këmishën roz që kam, që është bardhë me roz. Një mendje më thot vesh këmishën roz. Nuk e di se cilën do vesh nga ato. Ajo që është me pika e bardhë me roz që ja kam veshur edhe ke vlogu, të 2 vlogje më përpara, mos gaboj. Ajo është shumë e rehatshme. Po mund të vesh dhe atë me xhinse, ajo do jetë shumë e rehatshme. Kurse ajo tjetra pastaj ka materialin pak që të mban vap, nuk është shumë e rehatshme. Dhe unë edhe pse thash mëngjes që është ftohtë, do shta edhe nga gjella, unë jam bë qumë djerës tani. Do bëj një dush trupi edhe bëhem gati për kursin. Se ishte një nga ato komshiet edhe e ndalova videon, po do iki në këmbë se po mendoj këto ditët që është diell edhe është kohë e bukur, si me autobus, si në këmbë, unë duhet dalë në të njëjtin orar nga shtëpia. Kështu që do iki në këmbë. Në punë nuk jam që t'jem e lodhur edhe ta kem kohën shumë të limituar. Kështu që pse jo, bëjmë edhe pak ecje. Përshëndetje YouTube-i, e kam hapur kamerën nga makina se sot është ditë e premte dhe është dita e dytë tani te një shtëpi që unë po iki për derisa të gjej një punë stabël, derisa të gjej një punë pak më të mirë me kushtet që unë dua, po për të fituar pak para xhepi. Sa për mos të ndenjur pa punë, është shtëpi që jepet me booking dhe unë iki vetëm kur ka rezervime. Dhe ka qenë një rezervim 5 ditor dhe kam përtikur sot. Sot është dita 2, do jem vetëm, se ditën e parë isha me pronaren, e kisha si ditë prove, po pres përgjigje nga 2-3 vende të tjera ku kam aplikuar, po ndërkohë derisa të kemi përgjigje tek ato, do iki te kjo shtëpia. Kam folur me ato, i kam thënë që është një gjë për momentin, nuk është se dua ta vazhdoj shumë gjatë, kemi rënë dakord me këtë gjë, kështu që po iki dhe jam çerekore herët. Për këtë arsye e hapa kamerën dhe thash t'ju tregoj pak se çka kam bërë këtë ditë. Atëherë nuk kam filmuar shumë, po siç e keni parë nga videot më përpara, unë kam qenë te mjeku se kam patur një termin dhe ishte tek mjeku ginekolog. Unë për gjithë ju që nuk e dini, nuk ju kam treguar, ose për gjithë ju që keni bërë ndonjë koment për peshën ose diçka të tillë, dhe i kam marrë shumë me sportivitet, nuk është se kam sqaruar diçka fikse aty te komentet, po unë jam me sindromën e vizores policistike, që është PCOS-ja. Dhe për gjithë gocat që e din simptomat e asaj sindrome, asaj gjëje, e kuptojnë shumë mirë faktin që është shumë e vështirë të mbasësh peshë, ose fiton peshë shumë kollaj, sepse janë mosbalancimi i hormoneve, problemet e insulinës dhe gjitha këto të tjerat. Ndërkohë unë kam marrë edhe kortizon, edhe kontraceptiv, edhe normale ato ndikojnë te shtimi i peshës. Kjo ka qenë arsyeja që në moshën e adoleshencës unë kam qenë gjithmonë një trup i mbushur. Tani kam shtuar pak më shumë peshë, po gjithmonë nuk kam qenë asnjëherë e dobët ose në trupin tim ideal. Kjo është arsyeja ndoshta që mua më është mësuar syri dhe e kam përqafuar këtë fakt, edhe nuk është se mërzitem shumë kur ngjoj ndonjë koment ose ndonjë njeri që thot ndonjë gjë,
por normale në momentet që ndonjë koment ka qenë pak ofendues, normale që nuk është se i kam kthyer përgjigje, ose nuk është se jam marrë shumë atë komentin, thjesht e kam bërë hajdi nga YouTube im, edhe kjo është e gjitha. Tani unë dua t'ju them edhe që doktori ginekolog më tha që unë të rekomandoj të shkosh te një klinik e specializuar për PCOS-ën. Janë këto klinikat që ndihmojnë edhe me femrat që nuk ngelin dot shtatzan dhe me femrat që janë me PCOS, me femrat që kanë ndonjë problem më të specializuar se për një ginekolog. Dhe më ka dhënë adresën, më ka dhënë dhe rekomandimin, kështu që do ikja atje. Dhe fjala e doktorit tim ginekologut, po edhe fjala e mjekës familjes, është që ti vetëm duke kuruar këtë gjë, që nuk është se është një gjë që është shumë e kurueshme, nuk është se është e shërueshme për gjithmonë, por mbahet nën kontroll me ilaçe, me shumë gjëra të tjera, atëherë mund të biesh nga pesha. Gjithsesi, unë kam nisur kam marrë një vendim timin që nga muaj tetor do filloj të ushqehem pak më shëndetshëm, dhe këtë herë nuk e kam marrë me fjalën do mbaj dietë, siç e kam bërë gjithmonë. Se unë mbaj mend veten time që 14-15 vjeçë gjithmonë nisja dieta, bia sa bia, stopoja, e lija prap, shkoja prap aty ku isha, sa po lija dietën. Dhe ndaj këtë radhë nuk kam dashur ta quaj dietë, do bëj një regjim timin ushqimor me gjërat që mua nuk më bëjnë për PCOS-ën. Normal do ju tregoj edhe juve pak a shumë se çfarë do bëj, po kryesorja që unë do mundohem për veten time do jenë ato 10.000 hapat minimalisht. Por nuk e di se do vazhdoj, po do vazhdojmë, do ju tregoj në vazhdim. Tani unë te çanta, se kam filluar pak a shumë që marr ndonjë gjë, edhe tani gjërat shëndetshme, nuk është se mundohem sa më shumë të ha gjërat shëndetshme, edhe t'ju tregoj, kam marr vetëm një nga këto me vete, se do jem atje diku te 4 orë, dhe kam marr si pun sneku, kjo sipër është çokoladë zezë, edhe këto e kam futur këtu se nuk doja të merrja gjithë pakon me vete, dhe kam marrë edhe ujin, edhe do iki tek ajo puna. Për mëngjes sot kam pirë vetëm një smoothie, po pastaj nga mesvaktet, nga këto do konsumoj ndonjë frut, për drek do bëj gjellën, edhe domethënë nuk është se po mbaj një dietë fikse, po gjërat që unë gatuaj dhe do eliminoj këto pjesën, do mundohem të ha sa më shumë gluten free, edhe të eliminoj pak sheqerin, të eliminoj ëmbëlsirat, të konsumoj pak çokoladën e zezë, të konsumoj ndonjë frut kur kam nevojë për diçka të ëmbël, edhe kështu gjërash. Tani nuk e di se si do shkoj, nuk e di se si do vazhdoj, po unë do ju vë ndjeni. Vetëm peshën s'do ju a tregoj, do ju tregoj vetëm sa kam rënë për një javë, po peshën nuk do ja tregoj se e kam shumë kompleks të vetja. Edhe besoj se do më mirë kuptoni te kjo pjesa. Ndoshta mund t'ju a tregoj në fund fare, kur unë të arrija aty ku dua, mund t'ju a tregoj që kam qenë kaq dhe kam shkuar kaq, mund t'ju tregoj foto para dhe pas, po për momentin do më mirë kuptoni pak te kjo pjesa. Tani po iki se ora pa 10 edhe unë 10 minuta largë kam atë shtëpinë, kështu që ika, shifemi te video tjetër që do filmoj, se nuk do ta mbyll këtë vlogun, se kam filmuar shumë pak. Ciao! Përshëndetje gocat e mia këtu në YouTube. Atëherë unë nuk e kam hapur kamerën këtë ditë, edhe ju kërkoj shumë falje, por nuk kam qenë në gjendjen time më të mirë. Mundësisht një herë ndë natët kam qenë në spital me dhimbje shumë të forta, dhe këtu nuk kam oki. Ky është problemi kryesor. Më kanë mbaruar okit të Shqipërisë, edhe dhimbjet nuk menaxhohen dot. Shkova në spital edhe më qetësuan pak me Novaligin. Ishte si tip anuline me sa lexova, po shkova tek mjekja familjes sot, do merrja raportin për tek kursi i gjermanishtes, se nuk mund të mungoj pa raport. Dhe me që shkova për raportin, fola dhe për shumë gjëra të tjera, dhe thashtë ju updatetoja pak. Unë kam vendosur një regjim ushqimor, edhe tani kam marrë një tost këtu vetëm me vezë, me kastravec dhe domate.
nuk është se po mbaj një dietë, po mbaj më shumë regjimin ushqimor timin, që më duhet mua për PC-sën, sepse unë vuaj nga sindroma e vezores policistike, kam përuar një rinkist që keni parë të një nga vlogjet më përpara, e kam hequr kistin dhe ishim formuar prap kiste. Për këtë arsye, fola pak më shumë me doktoreshën edhe çfarë kam marrë. Kam marrë kjo letra këtu, kjo ka ilaçet me rimbulsim që janë diklofenax për dhimbjet, është Novalgina, Aulina edhe pantoprazol që është për dhimbjet e stomakut, që duhet ta pish momentin që pi diklofenaxin, dhe ajo është shumë e fortë. Dhe kjo këtu është një letër që unë ja dërgoj Ovivës, është një program online që në momentin që je me siguracion shëndetësor në një ndër vendet europiane, kjo mbulohet nga siguracioni shëndetësor kur ti ke sëmundje si PCOS-ja, tiroidja ose diçka tjetër që shëndeti vjen për shkak të hormoneve, jo për shkak të se ti nuk mban dietë ose se ha më shumë se ç'duhet. Dhe kjo është, unë kam konsultim 3 muaj falas me një specialiste për PCOS-ën, dhe ajo do më ndihmoj se si unë ta mbajt menaxhueshme këtë, duke më ndihmuar, dhe mbas 3 muajsh ose mund të marr një letër tjetër nga mjeku ose mund ta vazhdoj vetë në mënyrën time. Më la një takim tjetër për të folur, dhe ky takimi është në datën 27 nëntor, do më thënë pas 2 muajsh. Është dita që mua më vjen mame. Do ta shohim këtë. Se ndoshta i kanë merr Bruno mamen edhe unë preste klinika, ose ndoshta mame ka ardhur në këtë orar dhe mund të arrim këtë takimin. Gjithsesi është dhe ky tjetër, ka marrë një flet analize për të bërë analizat komplet, tip check-up-i, ku përfshihet edhe TSH-ja edhe LDL-ja, gjitha analizat e trupit. Ka marrë edhe raportin, që vajta për raportin për te kursi gjermanishtes. Dhe që ka marrë tjetër, pas ka marrë dhe i gjë tjetër, për që është kjo tani? Për raportin që kanë 3 fleta, sa ata mendojnë sikur unë jam edhe në punë, po unë nuk jam në punë, fatkeqësisht. Tani, këtë doja t'ju thosha, edhe do ju tregoj më tepër për këtë mënyrën time, se si kam vendosur t'jem sa më e shëndetshme. Sot nuk mora autobusin për të ardhur te doktoresha, por erdha në këmbë dhe kam bërë diku te 4000 hapa. Edhe 4000 do i bëj për të shkuar, do me thënë do ja vë qëllim vetes që unë bëj 10.000 hapa në ditë, minimumi. Kam hapur edhe një grup me një kushërirën time, një shoqen time dhe mamin, edhe flasim aty për çdo gjë që ham, për hapat që bëjmë. Mundohemi të jemi sa më të shëndetshme, kështu që shpresoj që t'ja arri qëllimet. Nuk është qëllimi im që të dobësohem, jo, nuk është ky qëllimi. Qëllimi është që të kem një trup sa më të shëndetshëm për PCOS-ën, që ta mbaj PCOS-ën në kontroll. Tani ika, po ha këtë tostin me vezë që kam marrë edhe me sallatë jeshile dhe me domate, dhe shifemi te video e radhës. Hey girls, mëngjesi mbaroj aty, edhe në vend të Red Bullit tim mbas dite kam marrë këtë pijen proteinike. Kam marrë edhe gjithashtu kumbulla. I kam shumë qef kumbullat, edhe nuk e di sa i pash aty ishin syt me zemra. Tani se do ham shëndetshëm, këto fruta, gjëra të shëndetshme do t'i përdorim. Kështu që unë tani po vazhdoj të bëj edhe hapat e tjerë për të shkuar në shtëpi. Edhe do hap kamerën kur t'ikin në shtëpi, t'ju tregoj se sa hapa kam bërë deri tani. Hey goca, unë këtë vlogun e kam nis me rroba gjumi, e do ta mbyll me rroba gjumi. Nuk e bëra plan këtë gjë, po më erdhi kështu rastësisht, se po flisja me një ndër gocat që flas, ka dhe ajo kanal YouTube, e ka Çuko Family, kështu nëse dëshironi ta ndiqni, patjetër do ju le të shkruaj këtu që mund ta gjeni në YouTube. I bën vlogjet shumë të bukura, më shumë nxjerr gocën e vet, dhe ajo është një dashuri dhe del shumë bukur në vlog. Urime, doja të thosha, dhe doja t'ju thosha që unë sot isha pak te kursi dhe dorëzova raportin dhe çfarë mora vesh aty, që për shkak se unë nuk jam në punë tani dhe llogaritën rrogat e burrit, unë duhet paguaj kursin dhe duhet ta paguaj 100%, se rroga më tha është më lart se ç'duhet. Tani nuk e di se ç'do bëj, do shikoj, po kjo puna ime na prishë shumë punë. Do ju njoftoj të vlogu radhës, besoj se si do veproj dhe se si kam vepruar, si është
a e pagova ose gjitha një metodë tjetër për të shpëtuar, po do mbetemi në kontakt. Tani do merrem pak me ato të siguracionit shëndetësor, do ju çoj pak ato letrat e atij programit Oviva. Për gjitha gosat që jetojnë në Gjermani, edhe BMI-ja është pak më e lartë se normalja, mund të marrë një letër nga mjekja familjes për të anëtarësuar të ky programi Oviva. Dhe ndërkohë doja t'ju thosha edhe këtë. Unë 10.000 hapa sot i bëra, edhe do ju alo këtu 10.000 hapa. Që juve ta kuptoni që i kam bërë me vërtet 10.000 hapa, dhe atë ditën që unë nuk i bëj 10.000 hapa, ndihem në siklet që nuk i kam bërë 10.000 hapa dhe ju kam gënjur. Kështu që çdo ditë do ju alo këtu me foto. Sot për drekë kam bërë biftek me patate furre, dhe besoj se edhe kjo është shëndetshme. Në mëngjes kam ngrënë atë tostin me vezë, si snack kam ngrënë kumbull, dhe besoj se janë shumë shëndetshme. Tani mbas dite do pija atë Danones, atë lëngun proteinik, dhe darkën unë zakonisht nuk e konsumoj fare, kështu që besoj se do ta bëj skip shumicën e rasteve. Tani unë po e mbyll këtë vlogun, edhe do ju thosha gocave, ne kemi shku shumë subscribers deri tani. Mashallah. Kemi shku gati 700 ca, kështu që na kanë ngel shumë pak subscribers, që të shkojmë 1000 subscribers, dhe pse jo, quhem edhe unë një kështu youtuber me pagesë, të filloj edhe unë me pagesë, se me 1000 subscribers fillon pagesa. Kështu që më ndihmoni që me që jam pa punë tani këtë periudhë, pak të marrni pagesë nga YouTube. E di që pagesat nga YouTube janë shumë tulta, se kam folur me goca që unë kam muhabet, po bëra shaka. Ndihmoni që kam 1000 subscribers, se nuk e di atë, kur qof atë 1000 subscribers, do jetë një ndër ditët me mia më të lumtura. Ika tani, ciao, ju puç fort gjithave dhe jeni shumë të mira. Ju dua fort.